Kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula ka zhvilluar paraditën e sotme një takim me inspektorët e qarkut Fier. Në një deklaratë për mediat, Sula ka deklaruar se siguria ushqimore në qarkun e Fierit do të jetë në fokus të punës, pasi është një nga qarqet kryesore për prodhimin dhe përpunimin e qumshtit dhe nën produkteve të tij. Për shkak të rritjes së ndjeshme të numrit të turistëve vendas dhe të huaj gjatë sezonit veror që vizitojnë qarkun e Fierit, përfshirë destinacionet si Apollonia, Bylisi dhe Ardenica, sipas tij, inspektorët e sigurisë ushqimore do të shtojnë kontrollet në stabilimentet e përpunimit të qumshtit dhe në subjektet që tregtojnë produkte ushqimore me synimin që turistët të konsumojnë produkte të sigurta dhe cilësore. Qarku i Fierit ka disa stabilimente shumë të fuqishme për sa i përket prodhimit të bulmetit, pra dihet që Fieri është qark i cili mban peshë specifike për sa i përket bulmetit, duke pasur parasysh mbarshtrimin që ka të baktive të mëdha siç janë lopët dhe të prodhimit të qumshit jashtëzakonisht të madh, të sasisë së tij dhe të përpunimit të këtyre produkteve të qumshit, të cilët ka stabilimente që do duhet që inspektorati i AKU-s do duhet ketë vigjilencë të shtuar përsëris, sidomos në këtë periudhë dhe të periudhës së turizmit, duke pasur parasysh dhe shtimin 4-5 fish të numrit të turistëve, qoftë vendas dhe qoftë të huaj, do të kemi një qasje të shtuar nga ana e AKU-s për kontrollin e këtyre subjekteve me qëllimin e vetëm që të kemi rritje të cilësisë së prodhimit të këtyre stabilimenteve, që me qëllimin e vetëm që turistët të huaj dhe turistët vendas këtu kur të vinë vizitojnë qarkun e Fierit të marrin produkte me cilësi të standardeve që i kërkohet. Kemi hyrë në një fazë që është kategorizimi i të gjithë subjekteve me origjinë shtatëzore, të cilët qarku i Fierit ka shumë subjekte të tilla dhe përsëri po punohet fuqishëm nga AKU-ja pikërisht për certifikimin dhe kategorizimin e këtyre subjekteve. Sula pohoi gjithashtu se një vëmendje e veçantë do t'i kushtohet edhe kontrolleve në subjektet ndotëse të naftës dhe kontrollit të pesticideve në hambarin e Shqipërisë si një problematikë nxehtë. Problemi i pesticideve, i cili është përsëri hambari i prodhimit të produkteve bujqësore, pra dhe blektorale, është të qarku i Fierit, duke pasur parasysh që prodhimi i shalqimit, prodhimi i domateve, prodhimi i të gjithë perimeve, që zë peshë specifike të prodhimit në të gjithë territorin e Shqipërisë, pra prodhohen në Fier, që do të thotë kemi problematike për pesticidet, që do të thotë do duhet që inspektorati përsëri i AKU-s, i cili mbulon bimët dhe veterinaria, do duhet të jetë shumë e kujdesshme në kontrolle rigoroze dhe kontrolle të befasishme dhe të përditshme në mënyrë të njëtrajtshme për të bërë të mundur që këto pesticide të jenë në nivelin e duhur që secili tregtohen nga grosistët e caktuar që marrin të gjithë fermerët dhe që dhe që do duhet që edhe vetë fermerët do duhet të kontrollohen që këto pesticide mos jenë në një numër që mbi përqindjet të cilit i takohen. Kryeinspektori përmendi gjithashtu edhe reformën në sistemin e inspektimit, duke bërë të ditur se është në proces riorganizimi i inspektoriateve. Sipas tij, struktura e re synon bashkimin e institucioneve me fusha të përafërta përgjegjëse për të shmangur mbi vendosjet e kompetencave dhe për të rritur efikasitetin e kontrolleve në terren.